Një orë kaos e tension, mbyllet seanca plenare, deputetët e PD-s në Shqipëri bllokuan karriget e ministrave. Maggjoranca kaloi rendin e ditës për votim, ka zgjatur një orë seanca e sotme plenare e fundit për këtë vit. Gjatë kësaj ore seanca u shoqërua me tensione dhe kaos, teksa deputetët e Partisë Demokratike zunë vendet e ministrave socialistë u përplasën me gardën, ndërsa hodhën disa flakadan, kartona dhe ujë. Demokratët kërkuan në sallë zëvendës kryeministre Belinda Balluku e pandehur për shkeljet barazisë në tendera, për cilin SPAK ka kërkuar autorizim për arrestim. Në sallë i kishin vendosur dhe disa pankarta kundër saj. Lëviz Balliu dhe Flamur Noka u parashtuan nga seanca për shkak të tensioneve. Enri Shabani, i zgjedhur avokat i popullit në firmat e demokratëve dhe votat të socialistëve, u betua mes kaosit, ndërsa Tex po largoi nga salla i përshëndeti deputetët në një puthje. Kreu i grupit socialist, Taoland Balla, ironizoi deputetët demokrat, teksa tha se shpreson që mbështetësit e tyre të motivohen nga kjo sjellje dhe t'i bashkohen në protestën e thirrur të hënën. Një vlerësim i kësaj pamje të paremëruar me shpresën se do motivohen mbështetësit e PD-s për të shkuar nga 300 në 400 protestues, ironizoi ai, në respekt procedurës të pamundësi për zhvilluar diskutime kemi pasur sot agjend, është e rëndësishme, duket se opozita nuk do zhvillojë seancën, ju lutem kalojmë propozimin tim për të kaluar me njëherë në votim, tha ai dhe rendi ditës kaloi për votim. Sinjali u shkëput për mediat pasi fibra e transmetimit është përfshirë nga zjarri, mes përplasjeve seanca u mbyll shpejt.